Miqtë e mi, përshëndetje. Ky është emisioni Fol dhe unë jam Erion Skëndaj. Dhe ju e dini që ne shkojmë kudo në Shqipëri ku ka halle, ku ka probleme, ku banorët duan të flasin hapur dhe pa censur. Ne jemi rikthyer në fshatin Guri Bardh, në këtë vend kaq të bukur që e ka bekuar Zoti. Një atraksion turistik jo vetëm për qytetarët e Tiranës, por për gjithë Shqipërinë. Është i njohur, është në hartë, bëhet hiking, ka qytetarë që vinë nga Tirana përmes luginave shumë të bukura që ka ky fshat, përmes le të themi prejnëve që e prekin këtë fshat dhe vinë për të shijuar natyrën, për të shijuar ushqimin bio në këto bujtina që janë hapur në fshatin Guri Bardh. Por për te kësaj bukurie, shteti ka bërë pak për të mos thënë as pak. Pas emisionit parë në Guri Bardh, ku banorët ishin ngritur në protestë sepse kundërshtonin dy hece që janë ende në projekt, po që janë pezulluar për momentin, këtu në Guri Bardh është bërë vetëm një rrugë e ngushtë që mezi mban një makinë, po dhe ajo rrugë ndërpritet pa hyrë në fshat dhe mandej bëhet katastrofë. Pra nuk ka më rrugë për të hyrë banorët në fshat dhe pyetja madhe është, ç'a ndodhi, mbaruan fondet? Ngelën fondet mes rrugës, u lanë rrugët rrugëve. Pra në këtë fshat të bukur, investimet janë minimale. Por ajo që na ka sjellë në Guri Bardh nuk është thjesht mungesa e investimeve. Kjo është ajo që prek këtë fshat kaq të bukur turistik që do duhet të ishte shndruar pllëmbe bujtina. Ajo që na sjell në Guri Bardh është se automjetet e Rally Albanian kanë shkaktuar një panik të madh në fshat. Kanë ardhur pa lajmëruar, me qindra në mes të fshatit, me shpejtësi të madhe, duke rrezikuar aksidente me pasojë jete. Fatmirësisht nuk ka ndodhur se banorët i kanë dalë përpara të keqës, i kanë zënë prit, i kanë zënë rrugën, kanë denoncuar dhe në polici këtë që u ka ndodhur në fshat tyre si rrufenj qiell të hapur. 30 o kjo, a? Ja, shive plunin, ja, shive qa bëhet. Shive 30. Asnjë lajmërim. A shife, sikur fillovi lufta. Vetëm sport nuk është ky, vetëm sport nuk është. Pra, turistët ne i presim, thon banorët, i presim edhe garat, po kur na lajmërojnë, jo pa lajmëruar, sepse kështu mund të merret jetë pafajshme. Kam kryeplak. Përshëndetje. Faleminderit që na e bashkuar emisionit ton. Faleminderit, respekt edhe për ju që na vini në çanë hallet tona. Siç e thatë edhe ju më përpara që ky ishte një shqetësim i madh për neve, se unë e kam ndjekur që në vitin 2017. Ta nisi mirë pa vajte 2017. Po. Çfarë ka ndodhur dje këtu? Këtë doja të dilja, nëse shumë me gjithë ata, po dje unë siç do banori fshati, se tani një merret me kositje, një merret me mielje, një merret me vaditje, edhe unë po kositja bar këtoka. Edhe po një gjoja zhurmat e automjeteve që përshkronin fshatin mes për mes, fshatin e Guri Bardh. Pra hyn mes fshatit e rruga? Mes për mes fshatit. Në këtë moment, unë po kisha morë qiften se më ishim mësuca qenë, edhe kunadhja na bëjnë dam ke kafshet, edhe qenë na lozin, na prishin mesin. E kuptoj. Edhe kur po ngjoja gruan nusen time që po debatonte, po u folte këto nuk na loshin, ish zhurmat të tmerrshme. Unë po të them terror. Edhe i thash nuk çka ka ndodh, tha po na vrasin, tha më ka tërheq lopa, tha më ka hudh në kopsht. Po kështu, ky banori me mushkët ka rati më mrapa, kishte si për mushtës, kematon. Kjo zonja këtu, për t'ju shmang kishte hyp këtu. Ke ky muri, për t'ju shmang makina, ato nuk na loshin. Këtu bënin gara, ç'a bënin? Ato po vazhdonin, iknin për t'jeno me shpejtësi, po nuk dëshim e ditë. Edhe unë i thash nuses, bashortis i thash, merr makinën, qite mes bloko rrugën, se vi unë që të na lojmë, tu themim, lajmëroni shokët, hesim avash, që nuk jemi kundra sporteve. Po ky një sport, ky lloj sporti duhet organizim. Jo, një që bën një organizim në Tiranë, i lëshon kështu si delet pa bari, edhe këto italiante, gjermante, anglesi ishin, ato kanë shpërthy, si ne i veç kur i qit nga burgu,
këtu, edhe nuk naloshin, nuk dëshin me Me shpejtësi të lartë? me shpejtësi të lartë. Ato makinat gurit i përpjasin nga gjithë thonët, siç e pa dhe ju. Po, që i kishin hedhë mbi asfalt. Në këtë moment, unë mora kryetaren e bashkisë. E falenderoj, sinqerisht, unë jam i pa parti dhe mus më hym punë, po dje më ka nejtë shumë pranë. Po? Ruaj qetësinë, mundohu të ruani qetësinë, derisa të vjeni policia. Po çfarë qetësi këtu truar qetësinë pra se ne u revoltuam, dolëm me huj me dyqela aty në rrugë. Si dolet me... Po dolëm pra se po gjithë të njerëz po i përplaste. Në ato s'po na loshin, nuk pyetsin. Kjo janë dhe policia, inshallah nuk e hajnë llafin dhe policia, kur ka qenë prezente këtu të njëjtën gjë ka bën. Tani na lova doli makina në atë moment Bllokove rrugën ti. po, ajo nuk pyeti njona, edhe hypi në portët shtëpisë, e ka për flak nusën time, ka mbështet makinët, edhe hiku ka 90 copat aty janë copat akoma. Copat e makinës? Po, Se makinës. përplasi tek Jo, torta përlau atë. Në atë moment, atë se ka pa dot. U fut ky tjetri, aty un kam përdor dhunë. Kam marrë dyqelin, i kam dalë përpara, kanë qenë dhe banorët, i kam thonë, po lujte makinën, pa ardh organizatorët e tu, dhe pa ardh policia, unë do të bëj copash. Ja, bëjnë gara për mes ljopëve. Për mes ljopëve po bëni gara. Po bëjnë gara për mes ljopëve, për mes fshatit po bëjnë gara. Ka qenë tuna të coptu me makina, maskarej. Ka vinë këto, kush janë këto njerëz, kush i sjell këto? Bukur, a i ndaloj, a i bon problem këto. Ky ishte një anglez ma dha dhe fola me organizatoren. Organizatoren, qoftë është e njëjta, nuk e di, unë kam fol. Ka fol bashortja ime vjet, i kemi shkrujt vjet, i kemi shkrujt para 2 vitesh, i kemi shkrujt para 3 vitesh, në 2017 i kam të arshivuar të gjitha thirrjet, të gjitha shkrimet që ju i kemi bë, na kanë lënë, më falni për shprehjen si të dhjerës, na kanë kthyr si lloj përgjigje. Pra, çdo vit po i njëjti muhabet? Po çdo vit, në dimër na vijnë ato me goma të mëdha tjerat, e na hynë për livadën, për toka, aty e kanë prish, e kanë djeg goma, e kanë thyr shishe birre një aty sipër, ne tu bëhet lla për fshat turistik. Turizmi nuk bëhet kështu, nuk e di. O imi kafsh ne nuk kuptojmë, o janë kafsh ato që i veprojnë kështu. Tani më morin policia e shtetit. Po. Zotëri ke blloku rrugën, po. Qofse kam gabu me menit më çoni poshtë. Unë kam blloku rrugën se me motivin që të ndalojnë shpejtësinë, lajmërojnë njëri tjetrin, edhe të vazhdojnë punën e vet. Këto nuk e bën këtë punë. Kishte edhe shumë shqiptarë që na kanë ofenduar, më kanë bë presion në rrjetet sociale, ato mishët vinë, unë e shkop bejsbolli nuk kam, unë kam dajak. Mishët na vinë se unë këtu më ka lind gjyshi, këtu më ka lind stërgjyshi, këtu më ka lind baba, këtu kam lind dhe unë. Ne s'kemi ku shkojmë. Në tokë s'futemi, aty ku kemi datë s'futemi datë, se jemi më të mëdhej, kështu që ne do të përballojmë. Erdhi policia e shtetit, atëherë ishin erdhi dhe ne rrym dhe lopët, kemi një organizim të shumë të bukur, rrym lopët me radhë. Radha i takoi ti zotëri që erdhi këtu. Edhe unë sinqerisht nga policia e zonës, unë si mora s'hen telefon, thash mora kryetarin e bashkisë, administratorin, ishin të dy për Shkodër. Për punë të veta, që ishte ditë pushimi, nuk di çfarë tu them, por më kanë net me telefon në gatishmëri vazhdimisht të mpyet për problemet, për situatën. Erdhën policia, unë policinë e Kloçit se mor, se unë për vete u jam antipatik, publikisht, sepse ato i bëjnë shërbimet në tavolinë. Që do thotë çfarë do thotë në shërbimet? Në shërbimet ato nuk e shohin terrenin, nuk na bin mrapa. Nuk vi fare? Jo, tani na pas ka ardhur një polic, e falenderoj. Më jepet mundësia, e falenderoj një shef i kësaj poste që ishte me gjithmen djalë Floni. Sepse njëri nga këto policët tentoi të ta rrifte këtë bariu se ky që t'i japi shaj me 2 fëmijë të vegjël. Si, do rrifin bariu në shtëpi vet se kishte dalë me sepse bariu me lopët po shkonte sipër, ai nuk na lënte. Edhe më thoshin mu këto policët, "Ore, po thuaj lopët." Po s'kan timon to, ç'a tu bëju? To s'kan timon këto, tani do të presin ato, kalojnë lopët, derisa të gjen një rrugë për të shmang. Tani një zotëri polic ndërhyni ta rrafi këtë. Unë atëherë u kapa me policën, falenderoj këtë shefin që ishte ky i riu. Na ndërhyni se deri në atë moment rujtëm qetësinë me mos bën shamat e gjona. Mase naj mu më morën poshtë siç funksionojnë ligjet e rregullat e shtetit ton,
Morën vetëm 2 poshtë apo dhe këta që ecin me 100 orë? Jo, ato higën ato. Ato higën, ishin bile në prezentet e policisë, ja ku janë dëshmitarët, nuk e kanë nalu, shpejtësinë nuk dëshin me ditë. Edhe mu më morën poshtë, se pas ka rregli me morë vesh mu, se ato nuk duhet i marrish. Se janë të shtetit ato që japin këto urdhat. Unë nuk jam, të kuptosh, unë nuk jam kundra tyne sporteve. Tyne sporte ekstreme. Të e dim shumë mirë. Unë shëqyrë zoti kam pa dhe botën, edhe kur bëhet një sport i tillë, duhet të funksionojë hen me parë lelonet policia. Po. E Ti po thua policia si ishte lajmëruar? Më kanë thonë jo. Më ka thonë zëvend drejtori i policisë për Shkupi, Nuk ishin lajmëruar. nga telefoni e kam jeft, djalë shumë me rregulla. Më ka thonë liro rrugën. Unë i kam thonë pa ardhju, unë nuk e liroj se këtu po na vrasin. Edhe nuk dinte gjë. Kryetari i bashkisë më ka thonë nuk jam informuar. Administratori nuk jam informuar. Pse mos të informohen këto? Edhe ne ditë të bllokohemi në shtëpi, 2 orë, 3 orë bllokohemi në shtëpi të kalojnë. Unë nuk jam kundër se më shkruajnë disa në rrjetet sociale, tha bukurosha që më rrinë në Tiranë, edhe vinë këtu një ditë të diela të shtune për ta pa natyrën, për të sudit natyrën, edhe llapin atje, le të folin ato se Facebooku për fat keq ka radhë ndër të burrave, ka radhë ndër të kalamajve, ka radhë ndër të halejave. Që e përdorim si mas ashtu, unë nuk kam për të sha, po mu dha rasti tani, ato le të shajnë. Shumë nga këto ishin edhe shqiptarë. Po mirë, po nëse do shtypni një njeri... Këto do të them dhe këta. Këto po të shtypni njeri, hataja me e madhe zgjatë 2 javë në televizion, me Blendi Fejziun e me Glida Dumën. Si u ba, ai që hikun kësamës, këto paguhet programi, paguhen ato edhe marrojnë punë. Vaj Mileti, si kemi mësu, mjeri fukaraj që e gëlltisin pa e për tryp fare. Kjo është puna. Unë nuk jam kundra zhvillimeve, kundra investimet. Kjo është një fshat, ka me gjithmen gjana për të përmend, bukuri, njerëzit po vishin ditër ishte shtune diel, ke bujtina plot. Kishit turist. Turist që vinë me makina normal. Po, me makina normal, me bicikleta normal, me motorë normal. Nuk kanë dhënë probleme, po jo kështu. U ka qenë 2017 që ndjek këtë punë nuk më përgjigjet se një. I kam çdo dokumentar, shqivu nuk i kam me pallavra. Që ta morin vesh shumë mirë ato kanë bërë si pronë tyre fshatit? To kanë bërë si tu tek dhe këto tani policia mu më thotë që ishin Bashkia e Tiranës. Po pse Bashkia e Tiranës ne na qumë bashki më vogël edhe talli po pse mos kjo Bashkia e Tiranës mos të paguaj siguracion për këtë popull e për ato makina. Po i çon kështu si bati pa të parë, pa të zot, edhe bëjnë shef italianët anglezët edhe më provokojnë edhe me lek. Si të provokojnë? Po, i bllokova aty, merri njëri me 10 euro, ja fluturova surrati, thash unë nuk shitem. Pastaj merri një italian më tha, signore, quando vuoi? Io non sono venduto. Vai cazzi tuoi, aspettiamo la polizia, basta. Ka fëmijë fshati? Po ka 2 fëmijë shketi. Ka 2 fëmijë alut zoti, se na zlon, reknot dhe ne. Po ka pleqe plaga. Pleqe plaga. Pa për me disë fshatit, Vje për me disë fshatit poshtë, të lartë, jo vetëm këtu, e këto. Pra jo vetëm të kjo rruga që lidh me... disë fshatit poshtë. Te fshati qendror ku është shkolla. Bravo. Nga guja, me disë fshatit. Po, e kam shumë qartë. Qef Murrize. Edhe pastaj ku dalin pranë në rrugë kryesore, Dalin rrugë të Arbrit, rrugën e vjetër. Kalojnë qef Murrize. Po? Rrugë të Arbrit. Njeri u lajmëroi as u lajmëroi. Dini gjë, dini gjë. I lajmërim, unë po ta them që nga As ka bashkia. Po bashkia s'di gjë për vetin. Policia jo, bashkia jo. Jo. Po si kishin arta? Ato kanë arsiu ata këtyre. Sepse për të bënë një event të tillë, se mund ka rasti që kam pa dhe jashtë, për të bënë një event të tillë duhen çica letra, duhen çica procedura. Po normale. Duhen pagu dhe siguracione se këtë rrugë kush e rregullon. Bashkia do t'i mori 2 lekë ta rregulloj këtë rrugë. Pse mos paguhet dhe bashkia? Pa është bashkia e kategorisë 3 kjo. Hajde po talli disa bashkie e madhe, se policia më thanë që është urdhëruar nga Bashkia e Tiranës. Po bukur, Bashkia e Tiranës ka shkel territorin tim. Edhe do t'i përgjigjë territorit tim. Pra Bashkia e Tiranës është bërë edhe Bashkia e Klosit. Po, Bashkia e Tiranës ka shkel territorin tim, kështu që do përgjigj kush mi bën të damë mu që më ka bën. Bashkia do t'i bëj, besha ti bëj. Bashkia me zinë ka hu 2 lapatave. Rruga ishte dram fare. Po çfarë bëm? Kështu është. Kur është edhe para fundit të kjo rrugë? Jo ta kam bën unë. Ta mbaj unë, personal.
A këtë rrugën e mirë mban ti? Që të thonë ti, një i dhe i ky, unë rri me në pate gjithë dimrit. Tani nuk mundem ma e prishin, që u bë një lloj investimi që ka këni dë batu ka qko, edhe që ka njel, nuk po kimi takat mosen, më beso që ne pim kafe nga i të burë, 1, 2, 3 që në pension, 4 që në pension, ku shkëm atje ke kafe që në pe bukur e hishëm të sot, na japin nga i kafe i to. Dakor, se unë jam mendim ekonomike, kjo mendim ekonomike, kjo është mendim ekonomike, kjo mendim ekonomike, Unë e fare. ky fare. Po ty Kjo është jeta jonë. Unë jam fuqi punëtore, s'ka punë. Jam me gjithë bashkëshorten. Po si jetoni më bab? Si jetojmë, rof ljopa, pa në ljopën të shenë në vrodje. Rof ljopa, mi qëllë hajmë herën, pim herën, pim qumshtin, hajmë kosin, gjazin, djezën. Edhe kur vjen një turist? Kur vjen një turist, turisti tani na bën nese, na blej kile gjiz, na blej kile qëshia, kur i kimi në stin, na blej në kunur me qep, edhe ka fërdisemi. Me këtë fshat ka që bukur ti po vuan? Po vujmë, po të them drejt, të them drejt që ku shkojmë nuk në lojnë, në të besohemi këto plesh, më fali se nuk du t'i ofendoj, mi këto plesh nuk në lojnë me pagu lek se e mori një pension. E që pensioni mori në do? E të mërshme. Edhe ky është fshati i Pjetër Budit. I Pjetër Budit, i Vrana Kondit, i Ibrahim Temës, i doktor Gjelal Deshgiut, i doktor Tahir Hysës, i profesor Abdi Baletës, i doktor Jan Lachit, e shumë të tjerë. Edhe lam fshatin në këtë gjendje. Gjo, doktor jam në rogë, së nga në vjellë. Harrove rezidenca e Gjo Kastriotit. Rezident e Kastriotëve. Fshat me histori, 500.000 sa vjeçarësh. Po, kimi 5 ura guri shekullore. Të 5 u bon 5 vjetë që luftoj, i kam të shkrujt me dokumentura, ministrat ndrohen, urat po shemen. Ministrat ndrohen, urat po hikin. Po unë e kam parë urën tuaj, është emblem tek reklama që jep Shqipëria për turizmin, ura e Vashës. Po ura e Vashës tani, jo, nuk po bie, se ajo më kam rrinë shëqyrë zotit, se ka po, urët tjera po shkojnë që janë shumë më të bukur se sa jo. Është ura që i thomim ne kulmonës, ose ura e lopeve, është në rrezik, është e degradume, është mbi 40 metra e lartë. Mu më ka bata një turist gjerman, se unë s'ja kam ditë vlerën. Është ura e Gurrës, ura e Gurrës e Bunimit, që kjo rrugë ka qenë, i thonë rrugë e Karvanës Dibrës. Këtu kalojnë dhe Dibronët, s'mu po blokoj këtë rrugë, sa rrugë e Dibrës. Kjo rrugë e Arbrit. Rrugë e Dibrës, po. Tani, ajo ura aty, disa herë kam bërë problem, si më bolla fazan, shumë vetëm thonë, rrinë në për televizione. Jo, ti e patriot, si e la fazan. Edhe, është ajo ura e Gurit, aty në shtu kam qunë nusën time, i ka shëqëru se nuk u bëshin pucët pistë. Jo të tyre që kanë ardhë këtë radhë nga Ministria e Kulturës, po të tjerë. Edhe ku shkojnë afër urës, e shofin urën. I thonë grustime, thonë, në ke pru këtu qa uro kjo. Thosë në gjërë me shku, mi ka lejë që kënë telefon. Thosë o zëtëni, thosë unë po uqe me shpenzimet e mija. Këtë urë, ju më falni, po ju nuk qenki të profesionit. Se këtë urë me e kërku gjithë Shqipnin, gjithë Europën, këtë loj tufi, vetëm në Romë, e gjini këtë loj tufi, që që tufë romano, por a e në gjyrë kafe, kjo të gjyrë gri. Pra na ju nuk e dini strukturën e kësaj ure dhe vlerën e kësaj ure sa burra, e gra, e nana, e bakti kanë kalu matur. E dhimshë. Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Faleminderit. Që vini qani hallet. Faleminderit. Kush do tjetër? Aha. Baba. Po s'ka gjë, mbaj ti sa i flet me ka mikrofonin. Mbaj në dorë. Besoj se mos e shtyp, bab. Se është i shtypur? Po, në rregull është. Unë falenderoj kryepllakun e fshatit, që ka ndërprej një aksident të mërshëm. Se ne këtu imi me fëmi, me bakti, me pleq, me plaka. Ato të zbatën rregullat e qarkullimit rrugor, që 5 deri 20 km/h. Që se janë ato për të bë gara në fshatin e Gurit të Bardh, ato të njoftojnë kryepllakun e fshatit. Se ne nuk bllokojmë kërken, edhe rrugën nuk e bllokojmë, po ato të zbatojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Që se kanë rregulla tjera ato, na tregojnë. Unë jam shofer që në gjatë e nanën. Po si dje nuk më pa histori të tillë.
Pranaj ju lutëm shumë organet kompetente të morin masa, Po kjo është përsëritur, më thanë. përsëritur. Pa lajmëruar, pa gjë Pa fare. njoftohet kryeplaku fshatit, atëherë din bengarat, na rrim shpire, nuk dalim motor. Po jemi dalë me shpejtësi, me 120, ama janë Tiranë, ka u bë aksidenti në Tiranë, që e dërgaxhiu, vëra fëmijët aty, mes qytetit. Po këtu, në qendër banimi është, tu kulmi, sa të bëjmë? Ju ka rujtë zoti, s'di që të them, Faleminderit. shqyqyr zotit. Si ndodhi? Faleminderit. Faleminderit Gjetë juve. rasti. Po? Falenderoj kryeplakun edhe gjithë kolektivin. Ky ishte një problem i ndjeshëm që neve na shqetësoi shumë. Rastin konkret timin unë e përjetova domethënë në këtë mënyrë. Unë që në mëngjes dëgjova zhurmat e tmerrshme. Që nga zhurmat filloi shqetësimi, po megjithatë si gjithmonë tolerant. Po. Dola me siç kemi ne nga mënyra që i rujmë ne lopët me radhë, me lopët, dhe tufa e lopët pa ecër në rrugë. Ndërkohë që vinte policia pas meje. Policisë i thash shqetësimin që kam në lopët dhe nuk më kaloni as ju dhe as ato makinat që vinë këtej. Nuk u lejoj. Mirë thanë ato, ti hec përpara se ne do vim nga mrapa. Ashtu po thash, nga mrapa do vini. Edhe po ecnim. Sa ecëm 100 metra, ato makinat e garave dëshin të parakalonin policinë dhe mu me gjithë lopë përpara. Aty mora situatën vetë në dorë, dola përpara makinës, i thash nuk mund kaloni përpara se të më shkilni mu. Atëherë mund kaloni pastaj bëni çfarë doni. Në atë mënyrë ato e panë se isha vendosur dhe nuk mund kalonin. Deri aty ku do shkonin Baktia, unë nuk i lash, se e pash që tu nuk funksionon as shteti, as diçka, vetëm kush është më i fortë në Shqipëri. Dhe më thonë, tu ekziston ligji i të fortit, se po të ketë shtet, ose unë duhet shkoj brenda, që ose jam fajtor, po më jam fajtor, unë duhet shkoj brenda. Në qoftë se dikush aty është përgjegjës dhe është fajtor, sot ose nesër duhet hyjë brenda. A është apo s'është Pa ta i e drejtë? thiri i shoqëroi policia, jo? Nuk di se unë shkova me baktin, Jo, a? shkova me baktin. A si preku njeri ata, ha? Nuk e di se unë iko, unë deri në momenti që lopa ishte në qarkullim të rrugës, unë nuk i lejova. Pastaj aty ku lopa të mëshin drejtimin e kullotës, unë nuk u mora me to, vetëm u thash që edhe një huj po t'ishte, do të më kishte mirë kuptu dhe nuk kanë bërë kështu. Ne shqiptar me shqiptar nuk kuptomi, ndërkohë që unë i thash atij, dhe më thonë që ishte me sportin e garave. Thash, mërë vllat, unë jam me lopën time me këto ushqehem. Ti ke dalë sot për qef me makinën tate. Ku do më qosh mu, do të më shkelësh? O ti o unë. Pastaj letë në shikoj ligji. Ta shit në shoj ligji, se njëri duhet hyjë brenda aty. Si e siguroni ata? Si gjithë shumica e popullsisë në varfëri, ashtu me të pak. Me pak. Toke? Sa to kemi na shumë pak. Sa toke? Për sa kemi në toka këtu s'hyn puna, një dëlyme, dy dëlyme nuk hyn puna, jo se s'keqa me një dëlyme, dy dëlyme, atës. Thot kryeministri bëni bashkë tokat, thot. Po le, se kryeministri mirë mund t'i thotë ai llafet e vete, po kryeministri nuk vjen ta jetoj, domethënë aja jeton jetën nëpër letra, nëpër ashtu, nuk e jeton jetën në reale, ti shofi popull nga afe. Subvencion, ka në një fshatar që merr subvencion? Subvencion nuk i di memrin këtu, jo. Pa e ka bërë dhe 3 hektar tani, kështu që. Jo, ai do më na fut edhe në Bashkimin Evropian, po nuk e di se me ça. Ha, Kam provu unë, nuk e kam arrit. nuk e ke arrit. Duhet marrëdhënie pune me shtetin, duhen lek në bank. Si marrëdhënie, jo mos, duhen marrëdhënie punë me shtetin. Duhet kesh nipt. Po si të hap nipti unë pa punë, ti bëj qefin kryeminist jam punë. Ti bëj qefin kryeminist të hap nipt. Si të mund ta hap nipti unë jam pa brek? A e kupton ti apo se kupton? Këtu morin subvencione ato që din të bëjnë, për shembull, që pos dhe nuk t'jep kur gjë. Unë kam provu subvencionet me kisha 20 orë të vogël ku ktheva nga emigrimi, bleva 20 orë të vogël të punu tokë dhe banorëve. Edhe nxorri një ligj ai që do të morin naftën me çmime më të rësyt. Po. Unë e provova, e pamundur, sepse tokët tona ishin pa tapir. Mirë se hiku Saliu me 7500 e njëshin. Bukur,
Na doli ky. Po si më thot mu shko merr naftë me subvencion kur s'kam tapi toke. S'ka asnjëri tapi tokë. Jo në fshat? tapi lesh, jo tapi toke. Këtu Pa s'ka. shtëpi? Un kam arrit më e bon, këtu s'ka asnjë. Tani, si mund që këj unë të morë subvencion që unë kam faleminderit pas për arsëve të mi, duke krahasu më ata e kam i qik tokë më shumë, po jo sa është nëjë tokë, kushe di, pa hajtë për të thamim, unë kam dash të bëj një aktivitet për të morë subvencione se aktiviteti maroj kur ktheva nga emigrini, me fëmijët për shkollë, nuk mund që ma, ka një, e kam shpinë me solet, si tullaci për kapele. Shudi, kam shku dhe më thot, letra toke? Jo. Marrëdhënie punë me shtetin? Jo. Si të hapim ty subvencione? Po, kam provu ke AZBR-ja, nuk bëhet laf. Kam provu ke Gizi, nuk bëhet laf. Nuk e puth kur dërën e thot, o zoti gazetar. Ato dun, kur të japin 50, dun 30. Unë i kam thonë njerë, më thanë mu që bëhi laf për një vlerë, ashtu, thanë mu ti du të kesh 20%. Ore zotni, unë po të kem 20% të kësaj vlere, unë e bëj vetë dhe nuk vike ti, unë s'kam lek me horë bukë. Kështu që nuk bot lavi në subvencionimit, nuk njifet, a i ka dhe problem me shpinë. Ka dhe problem me shpinë, zotni, është me ty fëmijë të vegjël, me një plagë, shpija po i shemet. Ka hik dhe komshiu ka vdek në dies pas. Pse po të shemet shpija? Ti. Po janë shtëpia banesa vjetra. Vjetra, vjen njerit, pa e kuptoj. Problemet pa fundme. Kjo ishte historia. Dhe më thonë, po ta përsërisim unë ti bashk, dhe më thonë, po të vish ti nesër të lash kamrën dhe të vish me makina garash, një 5-6 shok, dhe unë po të dalë në rrugë me lopë, që do veprojmë? Ja, kjo, konkretisht, si më thush ti. Ja, po ta bëjnë si pyetje ty, mendim si do veprojmë. Ti me 5-6 shok me makina garash, dhe unë me lopë. Në fund ditës do them siguria mbi të gjitha, siguria e njeriut. Koka mbi të gjitha, e robi. Pastaj vjen qefi, pastaj vjen puna, pastaj vjen gjitha. As për punën, pra asgjë. Ai ishte domethënë një i huaj dhe na mirë kuptonte, do ndalonte. Po tu i kishe 70%. Tu ishin. Jo, unë për ato që kam fol me shqiptar. A ti ke fol me shqiptar? Kam fol shqip dhe i thash, po të kisha fol me një të huaj, unë do e toleroj edhe ai do të toleronte. Por me një shqiptar të folin këtë mënyrë, o ti o unë thash, tash s'ka mënyrë tjetër më. Faleminderit. Ska përse kjo është shësimi jonë, faleminderit nga ana ju. Faleminderit. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje publicitare. Do rikthehemi se kemi edhe banor tjerë, të cilët e kanë përjetuar jashtëzakonisht keq ditën e djeshme. Janë me qindra makina dhe motorra që kanë përshkruar me shpejtësi fshatin e Gurit Bardh, kanë kaluar te kjo rrugë që quhet rruga e vjetër e Dibrës dhe kanë shkuar drejt Zibrit. Por themi fatmirësisë s'ka pasur viktima, po të kishte pas viktima, kush do mbaj përgjegjësinë, zoti kryeministër? Menjëherë pas publicitetit. Rikthehemi miq, jam me banorët e Gurit Bardh. Fshat shumë i bukur, fshat me shumë histori, fshat me ura historike që i njohin shqiptarët sepse i kanë parë në ato videot e bukura që kopsit Ministria e Kulturës, por këtu nuk ka investime. Këtu vinë bëjnë dhe gara me makina. Kanë të merruar dhe pushtuar një fshat të tërë dhe pa lajmëruar fare. Pa lajmëruar skënd, sipas kryeplakut, strumullari gjithçka që ka Bashkia Tiranë. Bashkia Klos nuk vinte gjë. Pra bëhet në Bashkinë Klos gara e Bashkia Klos ishte flinte në Dafina. Tani do flasim me banorët e tjerë, si të quajmë bab? Musa Boda. Sa vjeç je Musa? 18. Si jetohet në këtë fshat kaq bukur? Unë jam banori i fshatit. Kam lind edhe inshallah pa vdes në këtë fshat. Fëmijët më kanë hik 189 në emigrim, si gjithë djemët e fshatit. Që kanë arratis që jetere? Që në 98, një më falë. 98 në pra se i bjetë edhe 90 ishin arratis. 98, që kime dhe emocione se svimë Normal. Mosha edhe balet vetën. Normal. Këtu qysh 90 e këni në partë qeverie në boni fshat turistik. E falenderojmë, vërtej merë një fshat me të thonë se shembullor. Pra ju vu një emër. Një emër. Po këtë emër që e vu vetëm këtë në letër se natyrë zero. Pra asnjë investim. Kjo rrugë, si mjë dhe sot
gjysh tërgjyshi, rruga Arbërit, që vinte Karbani e Dibrës, si quhi, vishë me kwart në atë kohë. S'ka pas makina. Na Dibra, nga Kaleja Dodës, që ka me dhe sot, i morën telefon, i kam miq, nga baba. Po? Ashtu, vishin i këtu. Rreshin natën kur të barë, se ishte rrugë gjatë, edhe kaloshin Pra ishe rrugë kombëtare. rrugë kombëtare. E kuptoj. Edhe mati, puni matës ishte Ulza, Shkopeti, vishin ne, ne ishin Kërëmatit. Shati Kërëmatit në Kafastan në të kohë. Edhe sot të tonë për në të hikoj më betë. E kuptoj. Ashtu. Pa të dhe raste e gjeshme. Që në 6 me orë në dërë, në 6 mjesit, Aha. dollën pëngjere. Po thesha, aviona janë këto është të zhurën. Po shpis, Ju erdhën që në 6 mjesit? që 6 mjesit. Këta e thëmë me pastërti, jo me imponim, se nuk kam morë lapi tjera, po që kam gjuhë me vesh dhe që kum pa. Vishin këtu, nga Linozi, nga Mali me Gropa, sa rrugë qëtu është. Rrugë me kaldron, jo me asfalt. Po? Nga Mali me Gropa, në Linoz, dishin në përmes kurit barë. Edhe këthën këto ke bujtina, edhe janë fut ne. Nuk e ullën shpeci? Qa shpesiva edhe ka të rdojë në këtë shpesin. Në ka ardhë i qonë në Italie, qonë i ti, me makinë, se në zakonisht nga ora 8:30 dalë me pimi kafe. Po. Si sot që ju gjetëm atje? Po. Morëm dhe kërpjakun, edhe këto, hajde pimi kafe, imi sot për nesër. Jeta nuk dihet. Jam sot, o, të ra ky. Po si ra, iku. Jeta o shumë e shkurtër, pa del edhe shumë e gjatë. Zhurmët, me të meru, se që ardë lufta, ardë Irani këtu, me Amerikën. Po qa është mos kjo shtonë? Peva kafe në hapje qoni telefonin. Njëna zone, mos e sti. Mos e se për në shtypët. Kam plan kafen, makinat gjithja vazhdojshin. Për më këtë moment, makinat erdhën poshtë, u këthyn. Se po një blokad një bara dhe e falenderojmë për iniciativën, edhe kërë plakun, që ato batë pa mundën për të fshat, edhe kush mrapa nuk i shkojnë. Edhe unë që jam itun me këte, nuk i shkoj mrapa, në kimi ljak. Janë një 5-6 qërë edhe i ku fshat. Ka një gjithë shati, gjithë. Komplet. Kjo fshat ka qenë 1500 banor, me 300 e sa shpi. Kimi njëna 5-6 shpi ka 2 veta. Të merë. Fëll me kalamaj se ka dalë këtë Facebooku. Që do mo shtrejnë divan. Lëpën ka thonë e hëqa. Tokën që jem të e përnu, mori këpër e kam i donë. Se në shtë edhe bosha pa vetën, me tensione, me gjana këtu. Edhe ilaqet mi bi quni nga Anglia. Se nuk kam garancia dhe për ilaqet që më këtu. Mi bi quni nga Anglia, mi bi goca nga Italia. Edhe që jam usët tu. U vizitova ke doktori, ta dhe të bësh pronaren. Po thësh ka dalje sa, ka ilaqe këtu po. E mora një muj ke farmacien glos, kanansi, absolutisht. A si lloj efekti, e? Absolutisht. Merë goca, e mori, shko në Itali, bona me analizë, me gjitha, në dha, të vëllëzoni. Edhe sot pa jam këtu. Rast mi gjeshme, erdha lartë. Këtu për të moment, e parakaloj një makinë. Se u këthëm rafsh, fillon prap të ardhe. Ku këto shop nuk sentim të ardhë natë, se ka i kopsh në, o të morë të dreqë me gjithë kopsh të ashtë. Lerë kopshin të ashtë. E mora për dore, e fota i tu. Erdha ke. Erdhë policia më ka parakaloj. Erdha këtu, pash zhurnën, atë kish kalu makinën në trotuar, edhe kishte parapet në gumës parë. Ishte aty. Pash i qyrë jetë gjati nuk mati e shkurtën. Se e mërë atë grunë, e pas jetën e gjatë për mu, e ka prek këtu ti prek 1 metër ke dera dhe futi makina më nena. E shtëpë edhe mi gjithë makinë, që ka në borë. Nga shpesie e pa me. Kaloshin 5 metra, 10 metra, makina lartë makinës. Nga shpesia, a i 150, a 200, nuk logoriti shpesia. Në Shkërbes. 30 o kjo, a? Ja, shive plunin, ja, shive qa bëhet. Shive 30. Jemi dakord që të vinë, kënaqemi edhe nëse vinë turistat, dhe i shohin dhe ne, po jo kështu.
Ai që ka dhënë atë leje, nga ministeria, ka drejtoria e përgjithshme, ka rregull. Njoftohet kretaria bashkisë, Bllokojnë rrugat, vendosen njoftohet kreplaku, edhe në rrimë shtëpi, se rrinë dite, o dhe dy. Dale të i shof, kënaqem nga shtëpi spisie. Po jo kështu. Nuk e di çfarë tham. Faleminderit. Faleminderit. Shpresojmë që fjala jote të shkojnë vesh të atyre që duhet ta dëgjojnë. Të kryeministrit parit, sepse ai flet për natyrën. Faleminderit juve që na mbështetni, edhe që na mbështet deri në fund. Rrofsh, faleminderit. Faleminderit. Kush do flas tjetër? Dje dole nga shtëpia, kisha moshën të poshtë. E dhe kisha në klasë. Mora moshtë ta çoj ke shtëpia, po fillon makinë për shkon dhe mjek nuk e shifshi. Që pas dalëm cep gjatër më qëtëroj. E ne mora moshën për të dorë, por vend ku ishim blloku makinat tonë. E në ndroj kër plakun. Se mund qëlloj në një plak, në i fëmijë në rrugë ta kishe vra. Organet kompetent duhet mori masa. Na lemroj, të veni Po kuptoj. 10 kilometra sa ta kanë në vend tabelën të hyrit aty, ne na e dim. E kuptoj. E ky fshat ka prit. Ne s'kena vjeç me këtë rrugë kanë kalu, di pranë di kemi prit strehun, ne kemi miq gjithani. E qartë. A ne të vi kush dëshiroj marr. Po merr në rregull. E kuptoj. Ti si banor i këtij fshati, e para sa veta jeni në familje? Vetëm me gruat jam. Vetëm me gruat, ka ik fëmia? Kanë ikë. Po ku kanë ikur? Pensionistë kanë ikë. Në Angli ku? Në Tiranë jam punën. Në Tiranë, mashallah. Të kenë jetë e shnet, po nuk lihet ky vend. Imi shpërnda këtë, po s'lesë, s'ka kurse këtu. Po pse ikën o baba ata? Po ikë se me qanë me fëmijë të vegjël ku do të qesh. S'ka shkollë? Shkolla mesme, di tani ku të shkoj. E kuptoj. E qartë. 4-5 në zonës janë këtu, nuk kanë çfarë të bëjnë. Se ka që ka mbet më? Po janë. Nuk e di eksakt se janë, po 10 në zonës. 10 në zonës ka mbet shkollë? Po kemi shkollë nga janë 1300 zonës të shkolla. Sa është një zonës në klasë 9. Nuk ka askush punon këtë pensionistë jemi pjesën më e madhe. Po mirë, ti çfarë ke fituar si banor i këtij fshati që u shpall një nga 100 fshatra turistik? Nga fakti që jeni shpallur fshat turistik, çfarë keni fituar ju? Vetëm jetëm me Rrugë keni, përveç asaj rrugë që u Faleminderit që shtru. e pronon deri ty më asfalt, i falenderoj. Po çfarë faleminderit su fut deri në fshat? Po të pakën deri ty ka e pronon, më e bon. Po pjesa tjetër si është? Na inshallah na nxjerr në bëjnë moment. Po knaqmi, një po Po. çipte që ju, që do të Po deri në më keq. Atë i falenderoj shumë që e pronon deri aty. Inshallah 10 kilometër darbi. Ne do ta ngrëm prap problemin siç e ngritëm herën e parë. Dhe le të shpresojmë bëjmë pjesën tjetër. Se çka kuptimi ka me bë rrugë gjysma. Rrugë gjysmake. Faleminderit. Po zbat lavë. Bashkinë e Kliosit. Që e bërë dhe po ne jemi popull i vuajtur, ne faleminderit kemi sa do të na bëhet. Ne kënaqemi me Nuk dom pak. shumë. Ne dom gjana në male pak këtë. Na rregullojnë ato, me pak, inshallah do ta rregullojnë. Na prova, mos na kishin provë të na bishin gjë. Ato mes fshatit po na nuk po na llugurishin. Shishin atë sollën, atë rrugë. Do kisha. Janë mirë të kaloj Uj, keni ujë të pishëm. Pre, E kam provuar si atë, po nëse na po në rregull. Po pse më bap, ju gjithë kë ujë këtu. Shi ujë sa keni. Mos keni ujë ju ujë Ja këtu. unë ky resuli e kemi mkat ka unë po tapet poshtë zvija si pe. A resuli kam gabim. Fantastike. Ata shohim ujin këtu. Tani banorët po qahen për ujë. Shi ujë. Dje primarinë aty. Ky pihet ha? Po pihet. Ah, fantastik. Kjo është fantastik. Tani ujë keni sa duash, juve ju mbyt ujë, si më thon? Po. Jeni mbi ujë, e ujë s'keni? Da ky ujë që kemi marrë me foto. Por atje ke ujë sjellsi, ishte lum, dilde jashtë ujë sjellsi. Po ato tubat, ma shpjegon kush çajn ato tubat? Ato tubat i kemi pa vetë me fotot tona. Që në vitin 2000. E ku i merrni direkt e burimi? I keni shtru përpara se tu bote ujë sjellsi. Vitin 2000. 25 Vitin vjet. 2000, se la shtëpi e ka jo tubat në ujë. Aha. Janë tubat ndok. Pra keni dhe ujë sjellës dhe tubat tuaj. Po ç'i doni 2 fish uju? Ka 2 vjet sa kemi ujë sjellës. Po nuk e ndeshëm ujë. 2 vjet ky muhabeti. Ka 2 vjet. Aha, e kuptova. Po tani, A kanë gjuna e heshi topin në gjomë me zor kurse do? pra ju kishit ujë sjellësin tuaj? E punu ujë Po mirë sjellës. shendje, është zhvillim. Po mirë.
Pa që më korne. Po ja tani se, tani ata e bën investimin. Nuk mund t'i shajnë çdo investim që bën. Po mira tim në fshatit. Faktikisht investim është bon. Me tanë drejtën, Probleme kemi pasur. Keni pas probleme atë ujësjellës, ë? Një fare. Po me mirë. tanë drejtën, falenderoj Valbona Kone që na pronat asfalt. O po folët ju në emision, pa e diu se sa i kishte bërë Valbona Kola ata, po ishte zëri juaj. Një gjë. Dgjoj, ajo që unë do të them është, po, mund flasësh. Për hir të vërtetës, këtu kanë kalu shumë kryetar bashkisë. Aha, Po. Na kanë mashtru të gjithë, aha. edhe nuk kanë bërë kur gjë. Ajo ka luftu Valbona, aq shumë, po, për ta Bravo, i bëjë qoftë. cop rrugë. bravo i qoftë. E ngeli deri aty, shpresojmë që do të na vjeri deri në qendër, por edhe me këtë për zotin na ka dhënë çik frym se shkojmë në Tiranë për 45 minuta. Jo, shumë shpejt erdhëm. Shumë shpejt. Timi realist. Bile më shumë u vënum aty në Tiranë, në rrugën Unë ta aty. thash një, unë jam i pa parti, edhe unë jam i pa parti, nuk mbështes as një parti, por për mendimin tim, ajo tani e ka marrë këtë meritë, s'kemi çfarë i bëjmë. Jo, bravo i E qoftë. dum se dum. Nuk dum ta E nxjerrim, jo, dum se dum. absolutisht. I këtë punë e bani. Se si ja bani, nuk na kemi fol shumë. Kemi fol shumë. Unë s'kam lanë në kur ka ardhur ministër, kur kanë ardhur prezantues partishe, kur kanë ardhur të deleguat partimet, po çfarë na kanë bën këto? Të delegumit faktikisht më kanë bën çik me dyshim. Se vjen njoni premton, Edhe ikën ai. mas 6 muajsh delëm fjerë. Edhe del Po, delegujt. tani na vjen një tjetër. E bukur Po kjo. kështu edhe ky tjetri, po faktikisht kjo na e premtoi në mes të fshatit, edhe një cop rrugë na e la. Në kur të bardh, një ajo është investim. Edhe ai ujësjellsi. Ajo Jo s'do po e ujësjellsi, ujë. ujësjellsi. Se kemi dashur ujtë në ujtë, se kemi Ujësjellsi na E kanë pra bërë. hera parë që gjë që s'doni ujësjell. Po sepse ne i kishim shpenzu lekët për ujësjellsi. Unë kam lënë 3 milion lekë, Me na mënon depozita. kam shit 2 viça, e ne plesh me pension. Pra ju e keni inatin me faktin që ju e kishit bërë ujësjellsin tuaj dhe ishte e kot mund t'i Po, çonin nuk- lekët me një gjë tjetër. Po, ato, e zon, mund të bëshin usia sa për fshatër, si se ka shumë fshatër që s'kan ujtë, për hir të vërtetës, të folim tamam. Po ne nuk patëm shumë nevojë për ta. Tani, unë për zotin, po ta them drejt, unë kam pas presion e mram nga kjo punë, edhe unë i kam bë 2 dajak, unë një dhe një gruja, e kemi 2 Jo, më ja. Për zotin nuk të rrej. Se deri tu ka ardhur punët, se kanë kërcënu? Po sire, po ju prishet puna, mor, o zotni, ai këtu ka shpërthy. Ka shpërthy, tha unë e kam ble me lek, tha italiani. E kam ble me lek, tha me bë qef tu sot. Ke bële me lek vishtë vraq mu. Ha? Po nuk ka vdek ky vend hala se shi. Mi to. Si në kolusion me gur, ne na me gur do të dalim me huj. Hujt ke dera e shtëpisë. Policia shumë mirë e ka bën ndërhyni. Po pse si nuk morin ato si mori mu? Policia pse nuk ja filloi nga marë me mor kokën e atyne? Ata Ta që bëlla kanë- po qëj me mu, kanë po me rrezikuar merr mu, më heq me kos bari, më tasin dhe misin klos, ja kam qenë me këto, me çizme të preme, me çorap të gris, me kapelet grisme, më kanë çuar policidje. Po pse mos morin ato me mu? Ata nuk u prekën fare, a? Jo, ba të higën, si tha kom bler, tha unë, italiani tha unë e kam bler. E kam bler, tha këtë gjirën, më ke bë dëm. Thash ti të më pagush damin mu, sresin e këtyne robëve, edhe të më pagush damin për rrugët që më ke prish. Se bashkia s'ka fuqime më bëma. E qartë. Ja, u bëm të bezdishëm, po. Faleminderit. Na falë. A ti dëgjoj çik zërin këtu në zonjave? Falenderoj Kreplakun. A te morën vesh kreplakun që falenderoni. Që na bëni këtë punë, por pa duhet me pas pak kujdes. E kuptoj. Tani unë doja të të pyesja për një gjë. Si e ndërton jetën këtu? Jetën si më shat. Më mirë ka qenë kur ke qenë vajzë e re se sa tani apo është Edhe më mirë tani? tani ma dëbët. Më dobët, ha? Kimi ku ka jetes, fëmi këtu s'kam, jam vetëm me burrin. Qa të bëj? Ka nikur fëmijët, ha? Kanë hik fëmija. Tu s'ka të ardhna, për ne kanë hik fëmija. Se po të kishte të ardhna fëmija nuk ikshi. As një, vetëm imi pas një nuk ikte. Prodhimet, a i shisni në qytet? Ku i shisni E kush prodhimet? qarë prodhime shbëm ne? Po pse jo? Sa për vetë. Vinë fëmija, do të vinë tani, nuk mund kalojnë në rrugë, son rrugë e Peterbutit që janë për me disë fshatit. Po? Nuk mund kalojnë nga ujtje, nga rrugë e keqe. Për me shku ke shtëpia Për në shku muze. të shpia, muzet e ke shpia ime që këm aty poshtë. Nuk mund kalosh, do të kesh qizme dhe në verë. Pa hynë makinat e ju? Nuk hynë kënë. Nuk hynë, ha? Ja. Për 200-300 metra rrugë, as nuk ka aq, nuk që të kalojmë ke shpia jo, nuk.
fotet fare. Po si ja boni ju? Jam të blokume në kam, baj rëpat të ndorë. E hec të makina këtu ke bujtina, e hec ke toka. Po si transportoni produktet bujësore? Me shpinë, kush ka kafsh, me karrocë, që të bësh? Si që moti me kuaj, me gomare, me këshu? Po. Si që moti, ja? Si që moti. Ne jemi këthy në kohë. Tani do vinë fëmija, do të rri makina këtu ke bujtina, në të shkem me rëpa në dorë ke shpia. S'ka rrugë, nuk për asë një nuk vallaf me bërë rrugë. E se për sa rrugë bëhet fjallë atë? Sa ka mbet, një 1 kilometër? S'ka shumë rrugë, është unë pak është. Deri mes shatit? Edhe janë Një 300 metra. 300 metra deri mes shatit? 300 metra është. Faktikisht unet e zeza i kemi në tokë. Praktikisht ai që ka fëmijë të vogël që shkon në shkollë, por zotin shkon me çizme. Në dimër. Në verë. Në verë? Po deri kur maro shkolla, ai përcjell me çizme ose shefa na u thomi më penga tret me aty na pingave. Në lagjet poshtë, se këtu merr dhe petrol, pse na ndan faktikisht në vëllezit ton. Edhe unë i kam lut disa herë u kam bë thirrën aty që të bëjmë bashkim. Se nuk duhet përçohet fshati se na kanë nda për një vend puna, nuk e di si. Ashtu di. Se po një fshat janë. Po, edhe 2 kërpleq. Tani Petralba kanë ngel 4-5 familje aty poshtë. Edhe nuk mundi me më. Nuk bëni bashkë. Kanë dhe unet e zeza mrena, që duhen investim për t'i kaluar. E kuptoj. Tani, vazhdon më, vinë më nga Tirana turistë? Turistë nga Tirana. Dhe më që vinë me ato guidat, hiking, se nga nisen ka është një si koridor. Janë bo si partit të guidat. Janë bo si partit. Na kanë bo, na imi 2000 lërë, kemi 200 parti. Një regull partit e kanë duhet kesh mbi 500 antar partije. Se kuj kanë morë të antar partije, që i kanë morë nga 500 çdo partije, nuk e di se si funksionon këtu në Shqipërinë time, po inshallah do t'i vjeri fundi se të thash unë. Bujtina sa jeni? Sa bujtina ka? Bujtin një kemi. Që që hap. Po këshu, guest house? Guest house i kam vua emrin unë. Po ke unë vinë ato që i ngelin për jashta. Se unë s'kam mundësi me i prit. Ato që i ngelin për jashta, i thëmë hajde bujrëm. Po më thua, në gjithë të zonë vetëm 2 mundësi ke për të nejtur natën? Po pëse mund s'kishte 5, 6, 10, shifi sa bukur? Ke unë shqiptarë nuk vinë. Nuk vinë. Se ke unë kanë buk me grosh, kanë sarma, kanë gëstall me dhallë dhe me herë. Kështu që shqiptarët nuk e duan këtë, duan një lukë tjetër. Po vinë ato të ujë dhe kënaqem në rrej natë, edhe kujtoj fëmijët e mi me to, kënaqem kaloj një kohë shumë të bukur me to. Kështu thot kryeministri, e hapni shtëpitë e gjyshit, bëj një bujtinë, thot, do t'ju hapet edhe nga 5.000 euro. Çfarë ti hapim me lesh? Po bëm, por nuk ka rrugë, nuk kemi rrugë. Me rrugë shtëpiat. Unë kam frikë kur vje puna me pagu dritat kam frikë. Të folim realisht, e ne shumë këto, e ne kjo. Nuk keni mundësi? Pa mundësi? Me mendim ekonomike. Kur të shes fasule, kur të banë fasulet, i kom vu për zdyti se jemi prishin qent, thash që ku morë qeftë ndje me qëllum të, me prishin qent të brit, qent, se vinë të ujt, të turistat e veni shqiptare dhe mori ke qenë bagarë në alqërë në ato ke qenë. Qërë një gërë, po 12 klysh për herë. Pas të klysh bënë ka 12 tjere, në mush këtë qendu. Faleminderit. Nëna, mbylle bisedën tënde me një mesazh drejtuar kryeministrit nëse do ta kishe përballë. Çfarë do i kërkoje? Do t'i kërkoj rruga janë kryesorja. Rruga? Po. Për fshat? Për fshatin, për mesazhet që jemi ne. Çdo gjë që ka thonë krye plakun ato isha nuk shënën vesh shurdhët, çfarë binë në vesh pastër. Edhe shpresa në zotë që su marrin ujin, se po t'u marrin dhe ujin pastaj. Ujtin inshallah me shpresë zotit nuk do ta lejmë me musht, edhe e kanë marrë gjysmën, po inshallah gjysmën tonë e marrin. Jo, ato të heceve nuk u bën hecet apo jo? A është ndaluar ajo heceve? Ndaluar. Po nuk mund ta them të sigurt, por për moment nuk po kemi ngjuar gjë. Okej. Le të shpresojmë që bishin ju e del shpërthen kërpurën. Le të shpresojmë që atë betejë keni fituar. Me emër të Zotit, inshallah. Shpresën Zot. Okej, e qartë. Betejë kryesore është e ujit i burimit tonë. Të ujin që kemi ne të burimit. Po. Të tot na mori Tirana. Po. Unë nuk i them që mos ta mori, por ne ku do shkojmë, ku do jetojmë. Ai uj mban gjallë edhe neve me tokën edhe bakti. Ujë jo jetë. Asne bujësimat. Një dëllim, 2 dëllim sa kemi nuk mune... Pra këtë burimi këtu thahet, po të meret aj ujë? Komplet, pastaj këtu kalon thatësirë dhe nuk mund të jetosh, jo, nuk mund të resh ma. Pra ky është ju mban juve gjallë, kurse ai mban gjallë natyrën atje poshtë? Atje.
Kurse ky është për jetesën, ai mban gjallë natyrën, edhe ai është i domosdoshëm. Po ky është për na mbaj gjallë ne për jetesën tonë. Kuptoj. Pra ju jeni Kjo është e të humbur. domosdoshme. Nga edhe këtej jeni të humbur në dy krah. Ne na thonë domethënë që është në shteti tujtit dhe është i nevojshëm për qytetin. Por edhe ne duam të jetojmë, se edhe ne nuk duam vdesim. Edhe për ne është e nevojshme të vadisim, se përndryshe ai misë nuk zhvillohet. E kuptoj. Pra thajt fshati. Po. Pikërisht që ne do të sigurojmë jetesën e fshatit, pastaj edhe ato të morin ujin nëse është e mundur. Ose përndryshe, ta morin ujin ato, na sigurojnë jetesën dhe ato ne. Sa është dëm shpërblim, ka dëm shpërblim apo jo? Si çat, ju spostoj nga fshati? Se këtu si jetohet ma? Na rëmben e ne na merr me vete. S'ka tjetër. Se mos u vje paketa maleve, Na rëmben e neve na merr me vete. Ku ka ardhur paketa maleve? Paketa e maleve të... Ku ka ardhur paketa maleve, mo? Se s'ma thik të ti mua këtë paketës. Po, ti me ne ti jaftë, unë dalin gjonat avash avash. Paketa e maleve të siç u tha, se e lam për gjysë dhe parë, në sham, se me 7500 ishin, atë saliun, atë të zinjun. Po. Tani na doli paketa e maleve. Po. Faktikisht unë i kam vënë një epitet tjetër. Më falni për shpresë po flas në televizor, po paketa e kujt? Po thuaj më. E haleve. Çfarë ke frikë ta thosh ti? Tani, kjo paketë e maleve. Ne prandaj jemi për ka ardhur në Bashkinë e Klosit, janë prezantuar sepse ai kryeministri e vuni si detyrim që çdo kryetar bashkie do të ashtu edhe ne është prezantuar një event. Po faktikisht këto nuk e dinë se i guri bardhë në Linos, në Mal me Gropa, e deri ke ura vashës, të gjithë tokat i kanë me tapinë e zogut. Janë me tapi, ha? Të gjitha. Edhe unë më kanë dartë shumë veta që kanë dashur të investojnë, kanë qenë dhe nga guri bardhë, unë si kërpar, më kanë thonë që na firmos ta vazhdojmë bëm punën. Unë kam thonë, unë firmos me një kusht. Ne jemi gurabars, jemi banor të fshatit, ti mbledhim të banor që kanë tokën, pa shku ke gjykata, pa shku ke noteri, gojarisht, me një vërtetim dore, që janë dakord të gjithë, unë ta firmos se dum zhvillim. Po. Jo, ashtu jo. Asnjëherë për të firmos nga unë s'ke. Pra duan t'u marrin tokën, po pa përfituar ju. Pa përfituar ju, për të fitojnë ato që kanë tokën e vet. Nuk po presim gjë për katunin. Faktikisht mos na kuptoj njerëz që flasim te televizor, ne nuk jemi kundër zhvillimit. Po zhvillimi të ketë ca baza, ca kritere. Ne akoma nuk kemi shpijet në të thash unë shkret për të kërkuar një subvencion, unë nuk kam tokën. Jam në tokën time, kam një dëlyme 200 metra tokë me tapi. Në tokën time, që janë mbi 6 dëlym tokë, unë me tapi personale kam një dëlyme 200 metra. Unë nuk kam asnjë problem me familjarët për punën e tokës. Ja, edhe pak nëne se do ikim, edhe pak, edhe 5 minuta, ta mbyllim. Unë lutem edhe 5 minuta. Unë nuk kam asnjë problem me familjarët e mi për punën e tokës. Kam 2 motra. Më kanë dhënë dokument që mund të ndjekish çdo lloj procedure se toka. Unë kam problem me shtetin, shkoj të ngop shtetin me lek. Disa herë kam aplikuar ke Albania. Po ke Albania më për zotin ato që kanë qit vet, nuk din ta përdorin, jo ta përdorim ne. Po Albania më çon një mesazh mas 2 javësh thotë, unë i kam paguar 90 euro. 90.000 lekë i kam paguar një herë, thotë të mungo ky dokument, ato i fshefin vetë dokumentat. Çfarë do bëni kur të vinë të marrin paketën e maleve? Paketën e maleve ne do ta mbrojmë vetë. Si rrugën. Njësoj si rrugën edhe paketën e maleve. Vetë mbrojtje, vetë zgjidhje, vetë gjykim. Për fat të keq, deri këtu kemi arrit. Na këtë tokë tu na e kanë lënë parët tonë. Me shef nuk du me lanë, se di unë të thash kam luajt, kam ne dhe me shtëpi në Tiranë. Kam jetu dhe në Itali. Ne kuptoj. Edhe unë du me ne tu ke shtëpia ime. Po ne këtu s'më lanë rahat. Mram kam pas shumë presione, se më kanë trema. Jam rrit më shumë, kam flet gjumë më shumë. Edhe kam kosit, jam çun 4 kam kosit, edhe nga i noti aty në më shumë. Ne kuptoj. Ato mirë se të më vinë. Unë këtu jam rrit, tu kam për të vdek, ta thash, unë e kam zdapin aty Gedera. Da jakun Gedera, kok për kok, derim 3 veta jam gjenjë, se më shofin me thinje këtu në 60 vjeç, derim 3 veta unë puni majë. Lusim zotin, mos shkoj puna ke Dajaku, lusim zotin se emision. Në 2019 në shiku janë këto një robitu, ne na nodhi një gjonë maltë. Na nodhi një diçka na u shkun ke barit. Njerëzit du bon presion barive dhe në maltë. Lartë. Po ç'pun kishim me barit? Ata nuk e di unë. Edhe ne pritëm më lemrum qeverin,
Lënum policin, serdjes një. Qa bom ne? 4 qafet e katunit, me huj, unë me to, 4 qafet e katunit i zumë, su desh policia mo. Pa i keni dalë zot vatanit. Po, Okej. për ne kur dun të na kanë, Okej. si të dun, nuk është mirë që të bëm luft, nuk duam luft, duam paqe. Po të na lojnë të vdesim në trojet tona të paktën. Faleminderit. Zoti kryeministër nuk i shtoi as i fjalë. Na lini të jetojmë në paqe, thot kryeplaku i fshatit Guribardh. Pra ka vajt puna ke Dajaku, për të mbrojtur rrugën që po a shkatrojnë mjetet rrelli, pra garat me rrellin mes fshatit, ditën për diell me shpejtësi të madhe, në një fshat që ka fëmijë, ka pleq, ka kafsh, kalojnë nëpër rrugë dhe ka rrezikuar jetën e banorëve, dhe e dyta, për paketën e maleve e morë mesazhin edhe për ujin e Gurit Bardh. Këta banorë janë gati të vetë flyohen për të mos lëshuar asnjë cop nga toka e trashëguar nga të partë e tyre. Miq, ky është emisioni i radhës në Gurit Bardh. Radhën tjetër do jemi kudo në Shqipëri, nuk mund të themi se ku, por mund të themi me garancit plot që ne shkojmë kudo ku ka shqiptar ndeshëm, që duan vendin e tyre, duan të jetojnë në Shqipëri dhe duan të flasin troç, hapur, pa filtra. Deri atëherë nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.